Fotografi është mesazh i fuqishëm për shtetin e Kosovës, po edhe për kombin shqiptar, për shkak se na patëm dy liderët, kështu ta them, kryesor dy shteteve shqiptare të pranishëm dhe nduar shtrëngim me njërin më të fuqishëm të botës. Kështu që deklarimi i tij për thirrje telefonike nëse Kosova dhe Serbia si kanë raportet e mira është mesazh i fuqishëm se Amerika vazhdon të jetë e fuqishme në qëndrimin e saj karshi interesit të shtetit Kosovës, duke ditur që jemi shtet i krijuar për kësaj fuqie, po vije pas deklarimit, nëse ju kujtohet, kur pat në atë kohë për renditjen sa lufta i pat përfundu, kur deklaron që thotë unë arrita ta nalje dhe luftën Kosovë-Serbie, që ka besoj që ka qenë qëndrim korrekt dhe ka qenë fal punës tij, ka pas tensionën atë kohë dhe ka qenë gjasat realisht që të ketë përshkallëzim të një konflikti të ri në Ballkan, ky i sponsorizuar dhe i financuar prej Rusisë, për shkak se është ajo agjenturë gjeopolitike e cila ka interes një farforme ta përshkallëzoj konfliktin në një zonë tjetër siç është Ballkani, që ka qenë gjithmonë interes dhe dominimi i saj në agjendën e gjeopolitikës përmes Serbisë, kuptohet. Kështu që kjo e faktorizon edhe një herë rëndësinë që ka shteti i Kosovës në raport me aleancën që ka me Amerikën. Dhash Zotit që të vazhdoj kjo aleancë, po duhet të kemi kujdes si shtet, për shkak se na duhet me kuptu një sen roli i presidentes ma shumë është protokollar dhe është ma shumë i diplomacisë të jashtme. Shteti i Kosovës nuk është shtet presidencial, është shtet parlamentar, kështu që qeveria e cila tash ka marrë përgjegjësinë edhe ka marrë mandatin e ri duhet të jetë ma e kujdesshme në raport me veprimet që i ka karshi shtetit mik siç është Amerika, po edhe në karshi aleatëve siç është Evropa, për shkak se ne e dim qartë, deklarimet janë publike, nuk është që i ka pas punë mas miri kjo qeveri në raport me këtë administratë Trumpit. Bideni kemë disa çështje tjera që është tim tjetër, por na po flasim tash pikërisht për kohën kur zotin Trump e kemë pushtet, e i cili është pa gjithmonë që është kalibri i politikanit i padisciplinuar kështu në thojza dhe është i paparashikueshëm në veprimet edhe në vendimet që i merr. Dhe pikërisht janë këto momentet të